Anunnaki, zotërin nga Nibiru dhe sekreti i krijimit të njeriu. Në rënojat e qytetërimeve më të vjetra të botës, në mes të pluhurit të historisë, janë gjetur mijëra pllaka balte. Dhe në to, përsëritet një emër, Anunnaki. Kush janë këta qenie që vinë nga qielli? A ishin perëndi, siç besonin të lashtët? Apo ishin diçka më shumë? Diçka më e frikshme? Një rrëfim i mohuar nga historia zyrtare që flet për një të vërtetë të fshehur, për krijimin e njeriut, për pushtetin, për rebelimin dhe për rikthimin. Kush janë Anunnaki? Në mitologjinë sumeriane, Anunnaki janë përshkruar si ata që nga qielli zbritën në tokë. Ata ishin hyjni, por ndryshe nga çdo zot tjetër që njohim. Ishin fizik, të prekshëm dhe shumë të fuqishëm. Sipas disa teoricienëve modern, Anunnaki nuk ishin mite. Ishin qenie jashtëtoksore. Udhëtar nga një planet i panjohur që vizituan tokën mijëra vjet më parë. Nibiru, planeti i 12 të. Emri i planetit të tyre, Nibiru. Një botë misterioze që, sipas autorit Zecharia Sitchin, sillet rreth diellit në një orbit gjigande, një rreth i ftohtë që zgjas 3.600 vjet për të mbyllur. Sa herë që Nibiru afrohet, ndodhin ndryshime të mëdha në tokë, katastrofa, përmbysje, ringjallje. Thuhet se, për të shpëtuar atmosferën e planetit të tyre, Anunnaki zbritën në tokë për të nxjerrë ar. Por puna ishte e rëndë, dhe kështu lindi një ide që do të ndryshonte përgjithmonë historinë njerëzore. Krijimi i njeriut, një eksperiment gjenetik. Për të mos u lodhur vetë, ata krijuan një racë punëtore. Përzun ADN-n e tyre me atë të hominidëve të hershëm të tokës. Nga ky eksperiment lindi njeriu, një krijesë hibride, një përzierje mes tokës dhe yjeve. Në tekstet e vjetra, thuhet, ne e krijuam njeriun sipas imazhit ton. Një fjali që duket shumë e njohur. A është kjo origjina e frazës biblike, Zoti krijoi njeriun sipas shembulltyrës së tij? Rebelimi, ndëshkimi dhe përmbytja. Por si çdo krijesë me vetdije, njeriu filloi të pyes, të kërkojë më shumë dhe të rebelohet. Jo të gjithë Anunnaki ishin dakord me mënyrën se si njerëzit po trajtoheshin. Konfliktet shpërthyen mes tyre. Legjendat flasin për një ndëshkim të madh, një përmbytje biblike që fshiu shumicën e njerëzimit. Thuhet se Anunnaki e shkaktuan këtë, dhe më pas u larguan. Por, jo përgjithmonë. Pse nuk flitet për ta? Pse nuk mësojmë për ta në shkollë? Pse librat e historisë heshtin? A është e mundur që qeveritë dhe elitat po fshehin këtë të vërtetë të frikshme? A janë disa nga familjet më të fuqishme të botës pasardhës të drejtpërdrejtë të Anunnakive? Disa thonë se po, se ata janë ende këtu që udhëheqin botën nga hija. A janë kthyer? Në vitet e fundit janë vërejtur fenomene të pazakonta, drita të çuditshme në qiell, tinguj misterios, lëvizje të papritura të trupave qiellor. Disa besojnë se Nibiru është duke u afruar sërish. A është kjo koha e rikthimit? Dhe nëse po, jemi gati? Nëse kjo është e vërtetë, atëherë ne nuk jemi thjesht krijesa të rastësisë. Jemi produkte të një eksperimenti, pasardhës të perëndive, apo sklever të tyre. Kush janë vërtet Anunnaki? Dhe më e rëndësishmja, a janë ende mes nesh?